Lezhë u bë pritëse e kampionatit kombëtar të ping-pongut për kategorinë e moshave 15 deri në 17 vjeç, ku morën pjesë 90 sportistë nga e gjithë Shqipëria, përfshirë edhe kampionin aktual të vendit. Për 2 ditë me radhë, të rinjt garuan mes tyre në një atmosferë të ngrohtë sportive, duke treguar nivel të lartë përgatitje dhe pasion për këtë disiplinë. Sekretari i Federatës Shqiptare të ping-pongut, Tonin Binosha, u shpreh se zgjedhja e Lezhës si vendi i zhvillimit nuk është rastësore, pasi qyteti ka pasur bashkëpunim të vazhdueshëm me federatën dhe ka siguruar bazën materiale të nevojshme për zhvillimin e këtij sporti. Faktikisht edhe për klubet, edhe për shoqatat kur i thamë që të bëhet kampionati në Lezhë, shprehin pak habi sepse Lezhë nuk ka ekip. Por ne indica jetë që të bëjmë kampionat, që edhe Lezhë nesër pas nesër të formojnë ekipet e veta zinxhir të ping-pongut, nga që është edhe sport e rakit, sport i bukur, sport që nuk ka përplasje fizike, edhe është i lidhë shoqërinë njëri me tjetrin, se është një sport që 2 vetë duhen me kanë, jo me kanë më tepër. Ekipet është një numër relativisht i mirë që kanë marrë pjesë, i ka shtyllë edhe Koreshtja, me kanë ne të kënaqur për pjesëmarrjen, janë afërsisht 80-90 sportistë, janë të 2 moshat, edhe 15-19. Specialisti i sporteve në Bashkinë e Lezhës, Aurel Locaj, thekson se synimi kryesor është përfshirja e sa më shumë fëmijëve në aktivitete sportive dhe zgjerimi i disiplinave në qytet. Për 2 vitesh bashkëpunojmë me Federatën e Shqiptare të ping-pongut, edhe kemi zhvilluar kampionatin e ping-pongut me shkollat 9 vjeçare, pikërisht në këtë palestër, në bashkëpunim me Federatën, siç e thash, edhe synimi i bashkisë është që shtohet edhe si disiplinë, edhe që të masivizojmë sa më shumë sportin në Lezhë nëpërmjet ping-pongut. Pra, me këto aktivitete që ne kena bë vazhdimisht, edhe po përzgjellim talentat e ri, edhe po shohim tendencën që kanë nxënësit e ri për të kthyer, për ta bërë këtë sport një disiplinë shtesë për qytetin. Kampionati, i cili u zhvillua përgjatë 2 ditëve, u mbyll me shpalljen e fituesve kombëtar të kategorisë nga 15 deri në 17 vjeç, duke sjellë emocione të veçanta për sportistët, trajnerët dhe dashamirësit e ping-pongut në mbar vendin.